Po të thëmë vërtetën është mirë që është bërë ma në fund. Pagën e 13 e kemi pasur në kontratën kolektive tonën dhe ndihemi mirë që pas sa viteve edhe po bëhet realitet. Mirë po në këtë kohë kur kemi ngritje të vazhdueshme të çmimeve, kjo do të jetë ndihmës e vogël, karshi ngritjes së çmimeve dhe konsideroj se më mirë do të ishte mbase të ngriteshin pagat, sepse ato do të ishin një ngritje e përhershme, kurse kjo është një ndihmë një momenti dhe do t'ju shkoj kolegëve të mi që nga që dhe universitet, po edhe tërë sektorit publik, do t'ju shkoj në ngritje çmimesh, domethënë do të pajtohen, do ngritje çmime do të përballojnë më lehtë. Do ta humbe efektin ajo paga e 13 karshi gjithë atyre ngritjes së çmimeve dhe ngritjet që pritet të bëhen. Domethënë është një ndihmës, por jo shumë domethënë se nga se do ta humbë fuqinë karshi çmimeve që po ngriten vazhdimisht. Paga 13 do të ekzekutohet me pagën e këtij muaji. Është një e hyrë që sa do pak i zbut situatën, mirë po nuk e di sa do të jetë e kënaqshme për shkak se jemi dëshmitar se kohën e fundit kemi inflacion të ngritur, kemi ngritje të çmimeve, mandej tash sfundit edhe si shpritet edhe i artikujve të tjerë pas krizës globale që është. Për zjarfiksit është një shtesë, mirë po nuk mjafton dhe nuk është e kënaqshme, sepse zjarfiksit e kanë një pagë, thamë kështu, minimale dhe vështirë që të përballojnë shportën ose koston e muajit për të cilat kemi nevojë të gjithë. Kjo paga e 13 është e mirë se ardhur për arsye se ke çmimet, domethënë janë ngrit. Mirë po shqetësimi jonë si kjo është shumë i madh se ne duhet të ulemi edhe të diskutojmë për vlerën e koeficientit për arsye se koeficienti është i ulët. Domethënë ndoshta për këto momente paga 13 është e mirë se ardhur, mirë po kjo është bisedu edhe duhet të futet në marrëveshjen e përgjithshme kolektive. Ne duhet sa më shpejt të ulemi edhe të diskutojmë për vlerën e koeficientit. Vlera e koeficientit duhet të rritet, domethënë në atë mas që sado ku do të zbutet kjo inflacion që kemi. Domethënë ky është inflacion marramendës që është shumë problem që të punësuarit në Kosovë ta mbyllin një muaj me pagat që kanë. Po, ne do të ulemi dhe të diskutojmë për vlerën e koeficientit. Në kuptimin një vjeçar është e pamjaftueshme. Për një muaj mund të zbutet pak, përkohshme. Mirë, po ne po flasim për çka do të bëjmë, domethënë për çmimet që janë duke u ngrit, ndërsa ne jemi, domethënë keq me pagat që i marrin punësuarit në Kosovë.